Një gabim që shumë femra e bëjnë kur lajnë enët. Detergjentët për larjen e enëve janë të domosdoshëm në kuzhinë, megjithatë kur lani enët me dorë ose nëse përdorni një makinë larëse enësh, ka shumë mundësi që të përdorni shumë detergjent. Sigurisht kjo është e keqe për portofolin tuaj dhe mjedisin, dhe në fund të fundit, shëndeti juaj. Kur agjenti i pastrimit lihet mbihen, shumica e njerëzve as nuk pyesin se sa i laç enësh edhin dhe është i mjaftueshëm, por i përmbahen parimit. Më shumë është më mirë. Jo gjithashtu mund ta besoni se enët e pastra kërkojnë sasi të madhe të ilaçit, por e vërteta është pikërisht e kundërta. Nuk duhet ta egzagjeroni pasi përdorimi i tepërt i tyre mund të lërë mbetje të enët dhe kështu kërkojnë një shpëlarje shtesë. Nëse nuk i lani dhe i pastroni si duhet më pas, atëherë krijon probleme në imunitet. Vëmendje. Informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat nga mjeku